Pak momente presim, e verë më dëgjon? Po flasim ndodhen ke këzaz, po dëgjoj. Qartë, vjo të lutem. Të dëgjoj. Në këto momente që po flasim, jemi ke këzaz zëja numër 19 në Dibër, është mbyllur këzaz zëja numër 19 në Dibër për arsye për të pushuar numrusit dhe vëzhgusit dhe hapet në orën 12. Po kështu dhe në Klos, ndërsa në këzazën e Burqizës dhe të matit vazhdohet numrimi dhe këto momente që po flasim. Përmbledhja paraprake, po doja në mat ka 1422, Pësoja 2562, Burqiz 1156 ka Podoja, 2032 ka 2025 ka Pësoja. Klos, dire këto momente që po flasim ka 1727 ka Podoja, 2400 ka Pësoja. Dibra, Podoja, 2465, Pësoja, 3106. Totali, du të thëmë totalin në qarkun e Dibrës, Podoja ka 6621, Pësoja ka 10421. Kjo është hera e parë deri në këto momente që po flasim që Partia Socialiste në qarkun e Dibrës është në avantazh. Tani pritet që të mbyllet dhe këzazoja e Burqizës që do të pushojnë numrusit dhe vëzhgusit, po kështu dhe në mat dhe në këzazoja numër 19 në Dibër pritet që të vazhdoj numrimi i votave në orën 12. Tani nuk i kemi konfirmuar që a do vazhdojnë votat e diasporës mund të thamim që kur të fillojnë dhe votat në Dibër që a do të numrohen apo jo, to vetëm gjelet për të parë në orët e vijit. Faleminderit shumë Enver për informacion. Nga qarku e Dibrës. Po. Faleminderit Enver. Ka një mbivendosje zëri për shkak se lidhja drejt për drejt shkon me pak sekonda vonese audio, kështu që gjithsesi u morën vesh me Enverin me dhënat më të fundit dhe rezultatin e deri tanishëm. Eriola Jata